Parkingjet publike me pagesë në një pjesë të qytetit të Kërçovës tashmë kanë hyrë në javën e dytë të funksionimit. Kryetari i komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, tha se ky vendim është marrë si përgjigje ndaj kërkesave të shumta të mërgjimtarëve, të cilët prej vitesh kërkojnë rregullimin e sistemit të parkimit në qytet. Shive, parkingu realisht, nëse ktheheni pas dikun në vitin 2023, në një nga qendrat tona hotelerike, Arabella, kemi pasur takim me gurbeqarët. Ma merë mendje televizioni Uskana ka qenë prezent. Nëse i merrni ato dhëna, do të shihni ku një nga kërkesat kryesore të mërgjimtarëve tanë është pikërisht fuqja e menaxhimit të sistemit parkingeve me pagesë. Me pagesë për shumë arsye, të cilat unë i kam mësuar nga ata. Dhe në fakt vazhdojmë mësoj nga gurbeqarët tanë për arsye të standardeve dhe sistemit ku jetojnë ata, për sistemit të vlerave që ne shpesh themi të instalojmë tu. Dhe kjo ka qenë kërkesë kryesore e mërgjimtarëve tanë. E them që mund ta sigurisht e keni regjistruar tek Arabella, ku 2 herë jam drejtuar, pastaj kemi bërë edhe anketa publike. Të them shumë sinqerisht, kemi bërë edhe anketa publike dhe thjesht nëse kjo do t'ishte për shkaqe fushate, për shkaqe populizmi, për shkaqe tjera të ngritjes së peshës, qoftë ndërmarrjes komunale ose kryetarit komunës, kjo nuk është. Sigurisht që nuk është, se është vetë fakti që vendoset regjim i parkingjeve, sistemi parkingjeve me pagesë, ku krijohet mundësi e të gjithë qytetarëve për parkingjet. Dhe një nga vërejtjet më të mëdhaja të gurbeqarëve tanë, dhe qytetarëve tanë, ka qenë parkimi i makinave me vitet tëra të qytetarëve, tani nuk dua ta apostrofoj Maqedonas apo të tjerë, por që nuk i kanë lëvizur nga vend parkingjet. Dhe kjo numër nuk ka qenë i vogël. Dhe sot, me fillimin e sistemit të parkingit, mund të shihni krejtësisht një situatë tjetër, mos harrojmë që jemi në muajin e parë, jemi në ditët e para, është si një lloj testimi i funksionalitetit, me gjithë vërejtjet dhe me gjithë sugjerimet që eventualisht mund të kemi nga ana e qytetarëve dhe t'i përmirësojmë në të ardhmen. Ai shtoi se komuna po shqyrton seriozisht edhe kërkesën e qytetarëve të cilët e shprehën për televizionin Uskana për vendosjen e transportit publik, me qëllim që të lehtësohet qarkullimi urban dhe të ofrohet qytetarëve një alternativë më e përshtatshme lëvizje. Është hera e parë që kam përmendur unë vetë, ndërsa hera e parë që nga qytetarët përmendet kjo kërkesë për transport publik. Padyshim që kjo do shqyrtohet. Do shqyrtohet si mundësi funksionaliteti që ne mund ta vendosim brenda qytetit. Unë vetë e kam pasur si ide, po megjithatë nuk kam hasur në mbështetje. Mbasi vendosim parkingun pra lind si ide, dhe unë këtë ide nuk dua në asnjë mënyrë ta hedh poshtë, por përkundrazi ta marrim si ta tillë, ta shqyrtojmë dhe të shohim se a mund të vendosim në funksionalitet.